Hetimet për aksidentin e rëndë që ndodhi në aksin Vlorë-Fushkruj kanë zbuluar detajet e reja mbi dinamikën e ngjarjes dhe faktorët që mund të kenë ndikuar në përplasjen fatale. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se automjeti ku ndodheshin 4 të rinjt ishte bërë një parakalim të dyfisht duke kaluar 2 kamion në rrugë përpara se të rikthehej në korsinë e duhur dhe të përplasej me një betonjere të ndaluar në rrugë. Shoferi i betonjeres, 24 vjeçari Aleksandr Krashi, ka deklaruar para hetuesve se mjeti i tij ishte ndaluar në rrugën kryesore pasi kishte mbaruar karburanti. Ai pretendon se ka tentuar ta ndezë 2 herë por pa sukses dhe më pas është larguar për të marrë naftë në një karburant pranë vendngjarjes. Sipas tij, ai kishte harruar të ndiste dritat e emergjencës dhe vendoste trekëndshin e sigurisë, elemente të domosdoshme për të paralajmëruar drejtuesit e tjerë të mjeteve. Ndërkohë, dëshmitë e shoferit kanë qenë kontradiktore, pasi fillimisht ai ka pohuar se mjeti ishte në lëvizje në momentin e aksidentit, por më vonë ka ndryshuar version duke pranuar se ishte ndaluar për shkak të mungesës së karburantit. Ekspertiza e grupit hetimor ka arritur në përfundimin se makina e të rinjve po lëvizte me një shpejtësi prej rreth 140 km/h në momentin e përplasjes, çka mund të ketë ndikuar në humbjen e kontrollit dhe përplasjen e fortë me betonjerin e ndaluar. Policia dhe grupi hetimor vjojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore dhe për të kuptuar të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi për humbjen tragjike të rinjve.